që në këtë fund korriku që po shkojmë, po vjen muaj gusht, me gushtin sipas gjitha gjasave, jo vetëm vapa, por do të ikë ndoshta do të bjerë edhe më shumë besimi se këtë sesion që po mbyllet, drejtësia mund bënte diçka më shumë, ndërkohë që protestat vazhdojnë në shesh. Kryeministri nga një anë kërkon besën, nga ana tjetër i është rikthyer edhe një herë luftës me ballistët, duke krijuar një tjetër konflikt. Ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në ditën që u firmos marrëveshja mbi $300 milion, kanë publikuar edhe një raport për situatën politike në Shqipëri, por edhe të krimit të organizuar. Të gjitha këto ne do t'i diskutojmë me mikun e emisionit ton, avokatin, ishin kryetarin e KLP-s, zotin Tartar Bazaj. Zoti Bazaj, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje dhe punë mbarë. Faleminderit. Zoti Bazaj, në përmbledhje të gjitha bisedave që ne kemi zhvilluar bashk, po mbyllim sesionin parlamentar, protestat po vazhdojnë, për ju është një situatë shpresëdhënëse kjo që na pret përpara në gusht? Unë së pari mendoj që jo vetëm shpresëdhënëse, por ka dhënë një mesazh shumë të fortë, kjo protestë ka bërë që politika të reflektoj pavarësisht përpjekjeve të kryeministrit për të devijuar, për të shmangur, për të gjetur armik në thonjza e të tjerë, por ajo efektin e ka dhënë në popull dhe ka dhënë efektin dhe në fund të ditës ka zbuluar në të vërtetë çfarë përfaqëson politika shqiptare në këto 36 vite. Që vazhdon të jetë pa lëkundur. Absolutisht, unë mendoj se protesta nuk ka për të mbyllur, përderisa ka vazhduar 60 ditë, do të vazhdojë akoma. Po ndoshta ne provojmë diçka ose po pritje diçka më shumë, se ajo ndoshta nuk mjafton vetëm sheshi. Shko duhet keni gjë parasysh që të gjithë qytetarët shqiptar sot janë ndërgjegjësuar se çfarë politike drejton këtë vend. Janë ndërgjegjësuar se sa antikombëtare ka qenë politika shqiptare. Po ndoshta është ana tjetër që e provuan për 60 ditë edhe mund tonë që shiko, këta nuk lëvizin kasta e vjetër, kështu që jo, duhet keni gjë parasysh që vetëm temperaturat e larta në këto kohë natyrisht që do të ketë të kurrje të shqiptarëve, të protestuesve, por kauza nuk është zgjedhur gjë kauza. Ajo ka 35 vite. Po pra, është zgjedhur gjë shpopullimi i shqiptarëve, është zgjedhur gjë jeta e shqiptarëve. Pra, është zgjedhur gjë do të thënë keq menaxhimi i pasurive kombëtare, zgjidhur gjë normali, do të thënë sepse nëse keni parasysh vetë kjo qeveri do të thënë ka devijuar nga politika me ose si të them nga misia e përjetshme me partnerët tanë strategjik. Pra vetë kjo politikë ka krijuar një ftohje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të cilën ne u jemi mirënjohës për të jetën, sepse fal atij shteti ne sot ekzistojmë si kombë. Ju thoni ftoje, por sapo u miratua një marrëveshje në parlament, marrin një borxh për blerë. Këto janë lojra të qeverisë, gjykoj unë gjithmonë sipas perceptivit tim, sepse në fund të ditës ti ke një marrëveshje shumë të shpejtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse s'është kjo marrëveshje që është bërë sot. Pra, këto ndoshta duke parë një situatë të tillë, ndoshta qeveria do të kaloj shpejt në parlament. Pra, unë mendoj që nuk ka zgjidhur asnjë gjë kjo qeveri, asnjë gjë dhe nuk ka për të zgjidhur asnjë gjë, sepse zhytja në korrupsion, zhytja në tradhti kombëtare është bërë evidente nga të gjithë, kështu që s'mund të ta mbullosh dot. Nuk mund dot dielli me shosh, shqip. Por edhe kryeministri thotë që, okay, ky mandat ka nevojë për një kthesë dhe ai prandaj kërkoi besën. Çfarë besë? Kujt? Pse 13 vite kanë qenë pak për të treguar që je i besës? Besën kush e kërkon zotëri? Kryeministri, qeveria. Ore, ka gabuar kush e kërkon? Administrata. Besën kërkon një njeri që s'ka besë. Pse duhet kërkosh besë? Ti ke një borxh të madh ndaj qytetarëve shqiptar. Jo, ai thotë sepse qytetarët i nderuar qytetar, po dhe unë kam votuar kryeministrin.
Po Allaj po ju kërkon besën juve, pra ju është drejtuar juve çfarë? dhe atyre që kanë votuar. Po si çfarë besë duhet t'i japim ne kryeministit kur ne kemi lënë 13 vjet të pushtet dhe u bë çon ky shtet. Edhe ai thotë që sapo mbyti 3 kapitull nga Bashkimi Evropian, pra jemi në Po Bashkimi Evropian pse Shqipëria duhet të kesh hyrë me kohë në Bashkimin Evropian i nderuar. Dhe jo sot. Duhet kishte hyrë me kohë fal kësaj politike antikombëtare që ka drejtuar këtë vend, jemi akoma ku jemi sot. Nuk është se po bëj avokatin e tij, po ai thotë që erdha e mora qeverinë me borxhe. Në këto 3-4 mandate tani ka fund në borxhe të tjera. Ka vlerësuar monedën. Më vjen keq tani, domethënë, ky është një realitet i dhimbshëm faktikisht. Po çfarë ka bërë sot ai, ka shpopulluar gjysmën e shqiptarëve? Tani kjo është një lëvizje që ka prekur gjitha vendet, po sipas ti edhe të Ballkanit jemi në Maqedoni. Ka lëvizje demografike, absolutisht ka lëvizje demografike, po lëvizje as ko lufte nuk kanë ikur, më zoti. Këtu kanë jetuar shqiptarët, këtu kanë qenë shqiptarët edhe më para. Ka patë luftra të përgjithshme me pushtuesit që s'kan as vend varri në këto troje këtu. Dhe kanë qenë shqiptarë, kanë jetuar. Të ikin shqiptarët sot, sepse shqiptarët sot ikin për mungesë besimi, për mungesë vizioni, për mungesë të ardhmeve të këtij vendi. Janë një sër faktorësh që kanë detyruar shqiptarët të shpërngulin në zëri. Si mund ikin shqiptarët dhe kërkojnë besë? Çfarë kërkojnë besë? Që të shpërngulin ata që kanë ngelur? Po atëherë se beson më njëri. Kush është alternativa që do vi pas ti? Shiko, unë mendoj se do të gjetë në zgjedhje. Sepse kjo lëvizje pavarësisht faktit që domethënë në pamje të parë duket sikur nuk sjell ndonjë ndryshim, paktën nga sa shikoj, sepse vetëm retorik dëgjojmë aty por kjo lëvizje ka shkundur shumë dhe duhet të kuptosh një gjë, shqiptarët gjithmonë kanë patur miq. Kanë patur miq dhe kanë miq të prijetshëm. Kështu që unë them se do të vijë koha dhe zgjedhja. Zoti Vallaj, në qarkullon një shprehje, ju normalisht keni më shumë eksperiencë dhe komunikime dhe keni dëgjuar, besoj që nëse do të dishi gjë çfarë bëhet në Shqipëri, do të pyesësh amerikanët apo të tjerë. Tani ata raportin e publikuan sot për situatën. Ju si e pat atë raport që fliste për krimin, për korrupsionin, për protestën, pra për lidhjet, më the thash gjitha të tjera. I nderuar, unë për shkak të detyrës time, të funksionit tim, kjo ka ekzistuar. Sepse thjesht amerikanët janë të kujdesshëm në publikime, ata janë shumë të ftohtë në gjykime. Unë e kam thënë edhe herë tjetër, nuk janë si puna jonë. Ata janë shumë të ftohtë në gjykime, janë shumë të kujdesshëm. Ata ruajnë balancat, ata ruajnë edhe përplasjet politike, ata ruajnë edhe të mos eskalojë situata e protestës dhe të tjera. Amerikanët janë shumë të kujdesshëm.